Mes grumbujve të betonit, hekurit dhe pluhurit, punonjësit e mbrojtjes civile në qytetin Nabatie të Libanit po përpiqen të rikuperojnë atë që ka mbetur nga selia e tyre, e shkatëruar gjatë sulmeve izraelite të muajit të kaluar. Pamjet e publikuar nga zona tregojnë ekipet e emergjencës duke kërkuar mes rrënojave për dokumente, pajisje pune dhe kujtime personale të mbetura në mbetjet e ndërtesës. Për shumë prej tyre, kjo nuk ishte vetëm një qendër operacionale, por një vend ku kishin kaluar vite të tëra të jetës së tyre. Antari i mbrojtjes civile Hussein Dakduk tha se qendra ishte braktisur pasi 2 kolegë të tij u vranë në një sulm pranë hyrjes së objektit. Disa ditë më vonë, ndërtesa u godit drejt për drejt nga një raket dhe u shkatërrua plotësisht. Sipas tij, aty humbën jetën jo vetëm pajisjet dhe arkivat e institucionit, por edhe kujtime të panumërta të lidhura me punën dhe jetën e përditshme të ekipeve të shpëtimit. Ai tregoi se shumë prej punonjësve kalonin më tepër kohë në qendër sesa në shtëpitë e tyre. Autoritetet lokale bëjnë të ditur se qendra e mbrojtjes civile në Nabatie ishte goditur fillimisht më 12 maj, sulm në të cilin humbën jetën 2 pjesëtar të ekipit. Më 23 maj, objekti u godit sërish dhe u shkatërrua plotësisht. Sipas drejtuesve rajonal të mbrojtjes civile, në luftën që ka përfshirë Libanin që nga fillimi i marsit janë vrarë 9 antarë të shërbimit dhe janë plagosur të paktën 15 të tjerë. Pavarësisht humbjeve të rënda, ekipet vazhdojnë të kryejnë misionet e tyre të përditshme, duke ofruar shërbime shpëtimi, transporti me ambulancë dhe shuarje zjarresh për banorët e zonës. Qyteti i Nabatie ka qenë ndër më të goditurit nga bombardimet izraelite gjatë muajve të fundit, në kuadër të përshkallëzimit të konfliktit mes Izraelit dhe Hezbollahut. Luftimet nisën pasi Hezbollahu hapi zjarr ndaj Izraelit në mbështetje të Iranit, duke çuar në një fushat të gjerë ushtarake izraelite në jug të Libanit. Ndërsa konflikti vazhdon, banorët dhe ekipet e emergjencës përballen çdo ditë me pasojat e luftës, duke u përpjekur të rindërtojnë jo vetëm ndërtesat e shkatërruara, por edhe jetët e tyre.